Antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian në 2030 është një objektiv realist. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Kaja Kallas në konferencën për shtyp në Tiranë me kryeministrin Edi Rama, tha se është dakordsuar plani i veprimit për çeljen e grup kapitujve të antarësimit. Kryeministri Rama tha se Shqipëria do të jetë pjesë e Unionit deri në vitin 2030. 2030 është një objektiv realist, po është, në rast se ndërmarrim hapat e dur gjatë rrugës, Shqipëria me hapat e saj me reformat që duhen bërë dhe ato që janë bërë, sundimi i ligjit gjithashtu që është i rëndësishëm dhe themeli i Bashkimit Evropian dhe i begatisë së një vendi, nëse kanë besim tek ligji juaj, po është realist nëse të gjithë bëjnë detyrat e shtëpisë. Përderisa Bashkimi Evropian e ka hapur derën dhe për herë të parë një plan të dakordsuar me Bashkimin Evropian për të mbyllur negociatat në 2027. Një periudhë 2 vjeçare ratifikimesh për të qenë realist, që konkludon me 2030 në tryezën e Bashkimit Evropian. Në 11 maj ne do të marrim rezultatin e nevojshëm për ta çuar përpara këtë proces. Bashkimi Evropian do të vijojë partneritetin strategjik me Shqipërinë të nënshkruar dhjetorin e 2024 dhe në fusha të tjera, siç janë krimet kibernetike, hakerimet, por edhe lufta ndaj terrorizmit. Zëvendës kryeministja Belinda Balluku nënshkroi me Bankën Evropiane të Investimeve gjatë kësaj konference për shtyp një financim për hekurudhat shqiptare si pjesë e korridorit të 8. Duam të zgjerim bashkëpunimin në fusha të reja, si për shembull për të luftuar kërcënimet hibride, të luftojmë terrorizmin. Bashkimi Evropian ka ofruar rreth 13 milionë euro për të përmirësuar përgatitjen e forcave të armatosura në Shqipëri. Nuk ka ndonjë rrugë të shkurtër për të arritur në BE përveç performancës së duhur në reforma. Kryeministri Edi Rama në krah të zonjës Kallas tha se ishte krenar për reformën në drejtësi dhe posaçërisht për SPAK-un. Përfaqësuesja e lartë për politikën e jashtme dhe sigurinë në Bashkimin Evropian, pas Tiranës do të ndalojë në Bosnjë Hercegovinë, pasi më herët ishte edhe në Malin e Zi.